Sekretari i përgjithshëm i LSI-s Luan Rama akuzoi Edi Ramën për papërgjegjshmëri, me akuzat skandaloze që hodhi 2 ditë më parë ndaj patrullave të policisë së qarkullimit rrugor. Luan Rama tha se kjo nuk është hera e parë që kryebashkiaku shfaqet me këtë format papërgjegjshmërie dhe garantoi se qëndrimi i PS-s nuk është mbështetur nga asnjë forcë tjetër socialiste për krahasje së majtës. Natyrisht Edi Rama për arsye politike mund të sulmojë kryeministrin e vendit apo cilindo funksionar tjetër të lartë politik, por është e papranueshme, është e turpshme të sulmoj një institucion të rëndësishëm të zbatimit të ligjit dhe efektivin e tërë të policisë së shtetit, por është skandaloze mënyra se si kryetari i Bashkisë së Tiranës sillet ndaj një shërbimi më së paku ndaj të cilit duhet jetë partner. Sekretari i përgjithshëm i LSI-s u është përgjigjur dhe interesit e gazetarëve mbi akuzat që Edi Rama ka hedhur kësaj radhe ndaj kreut të LSI-s Ilir Meta mbi pasuritë e tij të padeklaruara. Sipas Luan Ramës, edhe kur ka qenë kryetari i PS-s, Ilir Meta ka kërkuar që çdo person që ka prova dyshuese mbi të, t'i drejtohet organeve hetimore për verifikim. Pra godina ku është celia qendrore e Lëvizjes Socialiste për Integrim është në pronësi të një miku të Edi Ramës. Është në pronësi të qytetarit Muharrem Berisha, kampion i njohur, ish sportist i njohur i Dinamos në kohën kur edhe Edi Rama vishte bluzën e Dinamos. Dhe nëse Edi Rama ka ndonjë merak për vërtetësinë apo për gjithçka lidhet me pronësinë e kësaj godine, t'i drejtohet mikut të tij dhe të marrë informacionin e nevojshëm më përpara se të nxjerrë në ekran për të keq përdorur apo për të abuzuar individ pa integritet moral, politik dhe qytetar.